Po, Outdoor Festivali është viti 2 që bëhet në partneritet me Komunën e Prishtinës. Është një festival që dorën zemër është të marrë formë, për shivet edhe për aktivitetit edhe pjesëve të ndryshme të sporteve që janë të marrë pjesë. E ka një gjithë përfshirje në për territorin e Prishtinës, edhe është të marrë jehon. Na jemi partner në këtë rrugtim, edhe është diçka që menojna me vazhdu në të ardhmen. Edicioni i dytë, po shive që është shumë ma i mirë sa edicioni i dytë, i parë, edhe në bashkëpunim me klubin Alpin, po shohin që ka shumë interesim të madh, ka shumë regjistrime për me marrë pjesë, veç suksese klubit Alpin, na do të jemi partner në rrugtimin e tyre. Procesi i organizimit, thënë drejtën, ne si drejtori kemi ardhur që një muaj këtu, kemi gjetë të nisun. Po kemi bashku gjitha forcat me marrë formë sa më mirë. Festivali ka fillu sot me aktivitetin e fëmijëve, vrapimin e letë që kemi bërë prej Keno ABC-s deri këtu. Dhe kemi vazhdu me aktivitetet e ndryshme, alpinizëm urban, nesër kemi vrapim, kajak, yoga, camping, shumë aktivitete, janë rreth 25 aktivitete krejt, të cilat mbahen në Prishtinë dhe regionin e Prishtinës, në Gollak, në krejt regionin e Gollakut. Qëllimi i festivalit është jeta e shëndetshme, me ndiku në shëndetin mendor fizik, që shpeshen edhe këtu fëmijët me u kënaqë krejt, bashkë me shumë aktivitete të natyrës. Organizimi bëhet nën patronatin e Komunës Prishtinës edhe me përkrajnë e shumë sponsorëve tjerë. Ka aktivitete sonte në mbrëmje, ka muzikë, kemi pas edhe këtu pishin e veç disa aktivitete këtu, tash vazhdojmë me garën e litarit. Mbrëmje vonë ka muzikë live. Nesër fillojmë prej mëngjesit me plot aktivitete. Kemi aktivitetin e kajakit për shembull në te liçeni Badovcit, ku secili që don me përfitu kajak pa pagesë duhet me mbledh një sasi të mbeturinave. Pastaj kemi camping, ku shkojmë, flejmë në tenda, eksplorimin e qiellit natën, shigjetarin, paragliding, kalerimin e kemi të nesër, të dielën e kemi ciklizmi fillon prej këtij veni.